Jo të pema, jo të pema. Ngerin pem. Ore na ngeri dronin pemër, oh. Përshëndetje gjithëve, jena këtu me video 3, ku siç mund ta shihni kam 100 produkte përpara meje. Nëse 101, po janë produkte shumë të mira që mi ka sjell Temu. Nëse jeni të interesuar edhe ju për këto produkte, edhe i doni me super çmim, vendosni kod kodin këtu edhe përfitoni nga ofertat. Tani siç mund ta shihni këtu kam goxha produkte që duhet mi hap gjitha me unboxing edhe mi au tregu, cilat janë produkte që më hyn shumë punë që më përmirësu videot e mia, plus kam marrë edhe produkte që vetëm me zbukuru këtë video. Kështu që shkojmë të hapim një nga një. Produkti i parë që kam hapur është produkti që më duhet më shumë Temu, një vlog screen. Siç mund ta shihni edhe nga fotoja, është një ekran që vendoset pas telefonit për më pas se çka ke në anën tjetër. Shkojmë edhe hapim. Edhe pajisja. Siç mund ta shihni është me magnet që ngjitet perfekt tek telefoni im. Shkojmë edhe heqim qesën. Oh, shkojmë tash ta testojmë. Tu tash keni etapat se si me lidh, mundeni me lidh ose me kabel direkt, ku nuk keni as delay as një problem, ose me screen mirroring, po sa për t'ju tregu po e bëj me kabel. Okej, shkojmë e vëmë kabellin në telefon një herë. E lejmë ekranin të ngjitet vetëm magnet. Edhe ja, as lag as një gjë. Siç mund ta shihni, mund ta shoh vetëm kur jam të bëj video, kështu që po për mua ja vlen. Produkti i dytë është kjo lev me ekran, të cilën Temu ja ma sugjeroi, më thanë, merre provoje herë këtë si gamer që je. Se thanë është alamet produkti. Këtu çeka leva direkt, një kabel USB-C, këtu pas kemi dy analogët, edhe leva këtu. Përveç levës, vjen me gjithë charging station, plus pas ka dhe një USB. Besoj është për me bo me wireless levën. I pas ka dy analoga që kanë rezervë, ato qese. Okej, këtu kene një letër që thotë remove me. Ka layoutin e një leve Xboxi, analogu këtu nalë do me thonë, me A, B, X edhe Y. Këtu janë to RB, L1, R1, R2, L2. Këtu pas kemi 4 butona. Përveç butonave këtu pas ka edhe butona mrapa vlla. Pas të dyja që di qa bëjnë. M1, M2, M3, M4, on edhe off. Ama pamjen e pas ka shumë bukur. Plus fakti që vjen me charging station është edhe ma ekstra, se prita këtë. Shkojmë edhe ta përdorim. Mjafton fusësh këtu se bën kompjuter. Okej, siç mund ta shihni levën në përdorim. Është suportuar nga Windows-i, kështu që funksionon në çdo lloj në kompjuter. Siç mund ta shihni përveç kompjuterit mund ta lidhni edhe me Switch, me Android TV ose me telefon. Produkti radha siç mund ta shihni është nga DJI, edhe është një produkt që jeni gjithë lumtur që më në fund e mora. Një stabilizues që në vloga më hy shumë punë se unë e dridh shumë dorën. Në këtë video do duken shumë më profesionale. Modeli që kam këtu është DJI Osmo Mobile SE, i cili është nga modelet e fundit që kanë dalë. Shkojmë edhe hapim. Tu kemi përveç manualeve, pas kemi edhe një çantë për me e fut këtë stabilizuesin. Okej, kjo besoj është këmba. Edhe ja. Kemi ngjitsim edhe këta, për me kap telefonin. Magneti që ja goxhej fort. Plus tu poshtë, mund vendosim këta. Nëse nuk do ta marrësh në dorë, mund ta vesh me këta. Shkojmë tash edhe vejmë punë. Ja se si funksionon, mund ta shihni këtu që mund me kontrollu kështu. Ose duke shtyp këtë butonin mrapa, e bëj që të mbëj treg të fytyra, edhe nga të shkoj unë, vjen vet. Më teket mund me qizu vertikal. Prap në ndjek. Kështu që është produkt që ndihmon goxha. Okej, produkti i radhës janë kufje me wireless. Tu kena karikusin edhe USB-n për më fut kompjuter që të punojnë kufjet me wireless. Be the coolest gamer. Bëhu gameri më cool. Kufjet janë bërë me material shumë të lehtë që mos të rëndojnë kokën me ta bë grop kokën. Janë goxha elastike siç mund ta shihni. Edhe kjo e veshëve që ka goxha e butë. Shkojmë të lidhim e të provojmë. Tani t'ju tregoj se thjesht është me lidh kufjet. Mjafton të fusush USB-n, edhe t'i ndezim. Po lidhen. Kaq e thjesht është, edhe izolojnë çdo zhurmë që është jashtë. Edhe rrin goxha mirë në kokë. Madje këtu kanë edhe mikrofon, i cili gati nuk duket fare siç mund ta shihni. Edhe më ka surprizuar sa mikrofoni mirë është. Produkti i radhës është ky mouse gaming me wireless. Edhe mouse i vet, i cili duket shumë nice. Tu poshtë pas kemi switchin on and off,
Okej, ja ku që jeka këtu pas atë RGB. Në qoftë se nuk do me pas dritat, thjesht të qonë të on, po me han, do me thonë pa drita. Tu kena USB për të fund në kompjuter që të lidhet me mouse. Okej, produkti radhës është me kombinu mouse-in, është tastier. E hapim. Qoftë se keni vure është nga njëta markë. Kjo është për me heke me ndru butonat. Ama gjë më interesante, pas kemi butonin space, të bëme me flamurin e Japonisë, kështu si tip animeje me balen, me dalg. Jam i sigurt që shumë personave ju pëlqejnë këta. Pas kemi edhe ca butona me switch e blu. Këta me dhe nxjerrin tastierën. Me gjithë tastierën vjen edhe kabulli normale. Një super kombo e bukur qeka. Që janë këto tastiera 60% të vogla, pa numpad edhe mekanike. Po të dush mund t'i vesh edhe këta. Shkem të testojmë të duja me naj loj. Loja që zgjodha për me përvu tastierën në mouse-in është Fortnite-i, pas që është loj që luaj më shumë të me tastierën mouse. Opa, që ta shien të na gjyto dhe, qa kanë? Hajde. Tre vrasje. 4. 5. Nëndë vrasje. 10. E të se s'pështon një. Pau, shpërtheu koka. Edhe këti. 15 vrasje. 17. Sa low m'la. Që nudhi? Hakmarja. Fitore. Easy, që janë shumë mira, seriozisht, unë që kam vështirë mu mësova shumë let me këto, shumë mira. Okej, produkti tjetër e thot vetë se që është portable monitor, por që prap besoj se shumica për ju shumë e kuptoni dhe për që a bëhet fjalë. Okej, kjo është produkti. Një kabel HDMI, një kabel USB-C edhe një kabel USB-C USB. Edhe kjo besoj është komba. Okej, kjo ekranin që janë nga Unmite. Tani t'ju tregoj se si funksionon ky ekran. Mjafton ta vendosësh te koma vet, edhe ta lidhësh me kabel USB-C, edhe ja. Edhe rezolucionin e ka goxha të lartë, që do të thonë se ka një cilëtet shumë të mirë. Ndërkohë që po punon të njëjoni ekran, tjetri mund ta përdorësh për të pa video YouTube. Kështu po vëlla. Edhe përveç laptopit ju mund ta lidhni edhe me telefon. Ekrani i telefonit është goxha i vogël për të pa një serial ose një film. Kështu që vetëm me një kabel, ekrani për të pa filmin ose serialin bëhet nga kaq. Ja shihni vetë diferencën besoj. Okej, produkti radhës është nga GameSeer, që është një kompani e famshme që merret me leva. Në këtë rast më ka sjell një levë për telefon, për personat që bëjnë gaming telefon për shembull. Kemë edhe nxjerrim. Edhe vetë kontrolleri. Kjo zmadhohet masisë telefonit, sa tjetë telefoni. Keni këtu L2R2, L1R1, veni për ta karikuar ashtu. Shkeme bëjmë me lojë edhe me këtë. Si që mund të shihni në Fortnite dhe kam morë kontrollerin, se është ma e letë me luaj me kontroller në Fortnite. Burr, çfarë të lloj këto pro mu? Çfarë të lloj këto pro? Okej, tash e ka radhën kutia më e madhe. Edhe produkti më i shtrenjtë këtu. Po ta kthejmë. Mund shihni që është një dron, i cili është shumë inteligjent, i hik çdo pengese, ka kamera shumë të mirë, edhe do dalim jashtë që ta provojmë. Po si fillim shkojmë edhe hapim. Droni është këtu, këtu kemi kontrollerin, që e pas ekranin vetë, nuk pas edhe nevojë ta lidhësh me telefon. 2 bateri rezerv, droni vetë, i pasa këto përpara vëlla si fener makine, sa Tiger i pasa. Disa krah pjesë rezerv, plus vjen edhe me kartë memorie 4 GB, edhe me konvertues nga
SD card në USB. Okej, shkojmë tash dalim jashtë ta provojmë këtë bish. Okej, shkojmë edhe heqim gjicën. Okej, siç mund ta shihni, kena dalë për me provu dronin për një park të madh që mos me pas ku me I pengu njerëzve. Droni normal që duhet vetëm I vend drejt, të shesht, kështu që ja ku gjeta I cop asfalt tu. Shkojmë ndezim telekomandën, edhe siç mund ta shihni thotë që me hap dronin, me bogati dronin. Shkojmë edhe ndezim këtë. Pas ka dhe drita kja, I pasa këto fenerë cilës e 6 të shak. Qa bëhon e ti më e bosa? Siç mund ta shihni kena kamerën këtu, edhe kualiteti që ja mirë. Jo keq. Për çmimin që ka është kualiteti goxha I mirë. Tash e shkojmë. Se di se kur, po na që ka thy një krah. Kështu që droni nuk ka takat më uqu pa të krahun, se hum stabilitetin, kështu që I bie që duhet I ke dhe një shtëpi, të ndroj krahun, të vej krahun rezervë dhe të vim prap. Sakrifica që duhet bo për një video, masa ne thoni e pësoni I keq. Jo hongshin qent, jo hongshin. 2 hours later. Okej, sa po këthym për herë dytë, mos mi vini reflok, po era kur I në biciklet t'i prish. Siç mund ta shihni tash, gjitha anët I kanë krahët në rregull. E vejmë këtu. Okej, tash besoj kam e fluturuar. Pa. Ore që është shumë çuditshme krahasim me tjerat. As ka bateria, ku diun çka ka. Shqyres veç, I pa prek farën. Shkoka goxha lart, ha. Edhe I shpejt që ka boll. Kjo pipi na çmeni, se disha ka bateria jo. Ore, s'ka po shkon kjo. Këto mrapa. Kontrollat I pasa shumë të vështira se dronat e tjerë. Se në ta kontrollu dot. Pamjen mund ta shihni të paktën. Goxha pamje e lezetshme. Tash me pru këtu nuk e di. Hajde. Këne ka ne, jo të pema. Të dhif sharrat. No. Ngerin pem. Fike pak erë, fike telekomandën. Ku ka ngel tash? As nuk e shoh. Pisha e trash. Ore ku na ngeli droni. Jo ku që po ka drita. Shkëm ta kapim, tu që ka bari pak si gjatë, po. Shallah so prish. Ore na ngeli dronin pemër, hajde këtu tjerë, pallosh. E kapa. Baz bre, ka një që të thyme? Siri. E pa që për plas me pemën, ra nga tje aty, edhe se gjeti asi gja. Qa do me provu prap? Jo, do na qështë, do na plasësh prap, aman. Ja, për të bo për qef. Na demonstru erdë! Ule, se s'di me përdor, ule pudalle. Si ule t'di. Për nëjë për plasa nuk se s'disha me ull vet. Që ka me zohë këm duket, sa I tham ull vet. Mirë se u fik vet, se s'ja kena berin si me fik. Nej, se rëndësi ka që ka pamjet mira, është I fort, se ra prej atje se gjeti kur gjë. Piloti është I dopë, se nuk I kishte pak ndryshe nga dronet e tjerë kontrollin, edhe... Pajmëtej që keni pa videon deri këtu, mos harroni bëj like edhe subscribe, edhe nëse jeni të interesuar, linkun e keni në description, ose përdorni kod coding këtu, siç ju thash. Edhe bashkë fina videon radhës, bye bye!